Pronari dhe gruaja e tij na goditën dhe nuk na dhanë rrogën. Afrikani tregon përvojën e tij të vështirë si emigrant në Shqipëri. Jeremiah Edu, një qytetar nga Ghana, tregon për një përvojë të dhimbshme emigrimi dhe punësimi në Shqipëri, ku gjeti vështirësi të mëdha, padrejtësi dhe presion financiar. Sipas tij, pas mbërritjes në Shqipëri dhe kontaktit me një agjenci pastrimi në pronësi të Alban Muçës, ishte premtuar një punë, por realiteti ishte ndryshe. Nuk ishte vende pune dhe Jeremiah u detyrua të gjejë vetë një punë për të jetuar. Pavarësisht përpjekjeve, kur ai gjeti një punë të re, agjencia refuzoi të jap pronësinë apo ndonjë përfitim të premtuar. Në verë, agjencia i ofroi një punë me premtimin e një pagese prej 900 eurosh, duke e bindur të bashkohej me kompaninë e tyre së bashku me disa kolegë afrikanë. Por kur erdhi muaji i pagesës, ata u përballen me vonesa dhe abuzime. Jeremiah dhe kolegët kërkuan të trajtoheshin në mënyrë të drejtë, duke përfshirë respektimin e orarit të punës, por kjo shkaktoi përplasje. Ai u godit me shuplak. Një koleg u godit nga bashkëshortja e pronarit dhe u kërkua që të largohej nga banesa e tyre. Situata u rëndua edhe më shumë për Jeremiah. Ai kishte dhënë 1350 euro për të bërë vizën e një kushuririt në Afrikë, por procedura nuk u krye dhe kushuriri i tij ndroi jetë. Përpjekjet për një rimbursim u refuzuan nga agjencia, e cila e konsideroi Jeremiah njeri të paarsyeshëm. Në fund, ai u përzua nga kompania në orën 11:30 të natës, duke mbetur pa punë, pa pagesë dhe me borxhe të mëdha. Situata ka shkaktuar një presion të madh mbi Jeremian dhe familjen e tij. Telefonatat e vazhdueshme nga Ghana, presioni për të kthyer paratë e vizës dhe mungesa e të ardhurave po ndikojnë seriozisht në jetën e tij dhe të fëmijëve. Ai tregon se ka menduar të kthehet në vendin e tij, por borxhet dhe përgjegjësitë e mbajnë të detyruar të qëndrojë në Shqipëri, duke u ndjerë i pafuqishëm dhe i izoluar. Jeremia kërkon ndihmë dhe drejtësi, një zgjidhje për pagesat e papaguara dhe respekt për të drejtat e tij si punëtor. Historia e tij tregon për vështirësitë reale të emigrantëve që kërkojnë një jetë më të mirë, por përballen me padrejtësi dhe shfrytëzim, duke nxjerrë në pa nevojën për mbrojtje ligjore dhe solidaritet ndërkombëtar. Reagimi i administratorit të pastrimit. Përshëndetje. Në lidhje me këtë mesazh të ardhur në redaksin tuaj, mesazhi i vetëm që mund t'ju përcjell punëtorëve është që pagesa e ditëve që kanë punuar është bërë e plot. Për pjesën e ditëve që s'janë paguar, ata kanë firmosur një kontratë e cila konfirmon që në momentin që një punëtor largohet nga puna pa as edhe një ditë lajmërim, ka një gjob prej 1500 eurosh. Për këtë arsye, ditën e fundit të punës nuk janë paguar në bazë të kontratës, për mos marrë parasysh edhe faktin që na detyrohen para në lidhje me gjobën. Sa për pjesën e dhunës, asgjë nuk është e vërtetë. Bashkëshortja ime ka qenë viktimë e dhunës nga punëtori afrikan dhe kam edhe një foto të dhunës në krah që ka ardhur si pasojë e dhunës së punëtorit. Madje ka edhe një kallëzim në polici për punëtorin në fjalë, që është tërhequr nga bashkëshortja me një deklaratë për mos krijuar konflikte të mëtejshme dhe për t'i dhënë një mundësi punëtorit që të mos përfundojë më keq në një vend të huaj si emigrant, duke qenë se e njoh plotësisht jetesën dhe vështirësinë në emigrim.